Një person ka rënë në prangat e policisë së Tiranës, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht, pasi akuzohen se mashtronin qytetarët përmes rrjeteve sociale, duke përdorur emrin dhe logon e Bankës Kombëtare Tregtare. Në kuadër të operacionit, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit Orlando Gjoka, 21 vjeç, banues në Laç, si dhe u proceduan penalisht 2 shtetas të tjerë, të moshës 23 dhe 21 vjeç. Uniformat blu informojnë se Orlando Gjoka kishte krijuar një profil të rrem në rrjete sociale, duke përdorur logon dhe emrin e Bankës Kombëtare Tregtare me qëllim mashtrimin e qytetarëve. Ai kontaktonte qytetarët përmes platformave të ndryshme online, duke u ofruar kredi të rreme pranë bankës, ndërsa nëpërmjet aksesit të paautorizuar në llogaritë e tyre bankare, arrinte të boshatiste fondet. Në rastet kur llogaritë nuk kishin para, ai shtynte qytetarët të depozitonin shuma nga 750 deri në 1.500 euro me premtimin e rrem të një kredie prej 15.000 eurosh.